U boljam shpuna. Okej. Qa ka ndodhë? Ves. Shumë e dhem shumë e qika muzika. Mos u Ose e fikso. trishtushme. Po Prime Ver ka dhe sfida të ndryshme, kështu që tash me këtë muzikë ne e kuptojmë që jemi në kutinë mistike edhe të ftoj të dalësh nga dera e studios. Do të shoqëroj produksioni për më tutje. Je për një sfidë, po. Okej. Qështu? Kam përshtypjen që duhesh ta marrësh edhe telefonin me vete, edhe njësë direkt. Po rëno, si to asa po më doke? Se te po më doket se ke qelë kutinë e Pandorës atje. Jo, se më Hajde. ka rosti, kështu që po ma jep mundësina? Po. Q'knej? Po? Po andej, unë jam shumë kurioz me ditë se Qyre, more? ka vendos produksioni në zarfin e Kuq. Vesa, E pas ke kriju tamam kështu, pas kalon pasoja, Bigo. du m'ja dhonë mundësin të gjithë dhe kush se ka hap kutinë e Pandorës në Prime Ver do ta hap kutinë mistike. Dëgjo, so knatësi, aq edhe drithërima. A je gati Vesa? Jam gati. A ta hapi? Hape. Së Hajde. pari zarfin e Kuq pastaj. Ua, identike. Zarfi Kuqa? Po. Yes. Tash mos po më thuni kemi shku në deti. Jo. Vesa, ti ke hapur kutinë mistike. Për të hapur zarfin e artë, do të përballesh me një sfidë dhe sfida jote është duhet ta realizosh një prank. Unë dhe pranka, do më thonë. Vazhdo. Mu që marrin njerë shumë seriozisht, tash unë me bo prank. Telefono tani Mirin ose Landin dhe thuaj që ke vendosur ta largosh nga YouTube këngën që kanë me ty. No. Një sfidë shumë e vështirë Vesa. Shumë e vështirë. Sham ki bo more kështu, a e ti Jo, normal. në sens s'kum bo. Mirë, a ti hapim dy zarfat e tani? Jo, duhet ta zarfin e artë e hap vetëm nëse realizon sfidën. Kështu që thire Mirin edhe thuj hek ma këngën për YouTube-ës. Oj, nëna ime. Hajde. Mirin do më thonë i Mirin pari ose Landin, po Mirin thëre. Hajde, pithiri Mirin se ti e dënë shumë. Telefonin të mikrofoni edhe në loudspeaker Vesa. Okej. Që ta dëgjon edhe publiku. Puna serioze dhe shpak. Afroje të mikrofoni, ashtu. Shka se ndje në kesh. Hape more. Inshallah se hop. Inshallah e hap. Mos është në banjo. Ka mundësi. Miri, qa ke bo? Urdër, mirë, thini ju. Si t'kam bre? A e mirë? Me thonë drejtën, mirë, me thonë drejtën. A e bu gati për nejnë që e kena në vazhdim? Pa tjetër. Gati, a? Gjithmon gati, unë Me- gjithmon gati kam qenë. Po ti gati ke lind. Unë kam lind gati. Ja, disha thira. Jepi. A din këngën që e kena bo bashk? Po. Po du me largu përfundimisht prej YouTube-it. Që shëhë? Vazhdo pra, po ka qishte? Po du me largu dhe prej YouTube-it. Po. A Kaq. mujim? Po se s'po kam qef mo me figuru unë atë. E marrë vesh. Vetëm qoftë se e bëjmë, s'është problem. Po duhet me fol me ata të Google-it që ta heqin YouTube-in komplet. Mos ekzistoj. Atëherë nuk do ekzistosh dhe tjetë. Po seriozisht e kam, si më të bua i gare për një me. Pa vallaj me thonë drejtën, unë jam ka të foli edhe unë seriozisht. Do flas me këto të YouTube-it, me Po, të më thonë, apo e pyt Google-in. Albanin, po ti mos më bëna i gare. E po tashi, unë jam më serios se sa duhet. Asë njërës më ka marrë seriosisht, si ka mundësi. Unë nuk e di dhe më thonë. Edhe ati ku isha gjithmonë, këtë gjë thoshin. Shka Ure thosh? kur fleti seriozisht. Unë i thosha gjithë kohë seriozisht flas.
Aha. Kuptoni ju, nuk është problemi im. Po dhe unë s'po kuptoj qash mirë. Po jo, po unë ta thash mos po prekesha diçka për që ato. Jo, më nuk preken fare unë. E di pse nuk preken. Sepse, duke qenë se nuk do ekzistoj YouTube-i fare, kështu që normalisht s'do ketë asnjë këngë YouTube, kështu që jemi të qetë. Vetëm në atë moment ti nuk të figuroj. Okej, ke një prank kjo, se unë asnjëherë këngën me ju nuk e egi, po më kanë thirrë me një intervistë dhe më thanë mi thirrë Mirin ose Landin, mi thonë, po du me hek këngën. Do më thonë, edhe unë po jam të djerësit në ndërkohë. Kush ka futur në siklet? Mi ditë kush, hajtë se të kallëzoj masën e. Nuk ka shanse me të futur në siklet dy njeri. Jo, s'po të kallëzoj kush, ma vonë të kallëzoj. Nuk ka shanse. Apo ta merr menja ju? Jo, nuk ma merr menja, por nuk ka nevoj fare të ma marri menja, se përderisa më ke mu këtu shok, ke marru punë. Ta zemrën. Përshëndes. Normal. Shifemi në dibër me e kall nejen. Do ta kallim. Edhe do ta kallim. Do t'ja qesim flaken. Përshëndes. Përqafi shumë. Edhe unë ti. Edhe unë të përqafoj shumë. Ciao, thank you. Hi, ciao. Ciao. Wow. Shumë, du më thonim vike me ke. Unë e pata për shtypin që aje e diti se ku je. Nuk e di pse. Jo, mos ja ka një zemra. Nashta, është një ndjeshëm. Bravo Vesa, e ke qa këtë sfit. Kështu që, merë zarfin e art edhe hajde të unë në studio. Hajde. Bravo. E hapim në studio bashkë. E vështirë ishte. Një disa me djerësi. Bravo, ej. A isha aktore e mirë, kënejmë vike me kesh është një kuti e ngjashme ku je kon atje, edhe ty me tarë. Jo, atje s'kisha pritu. Ki po që shumë lejfësh atje. Jo, ke primer fantastike. Bame. Tash është momenti me hap zarfin e artë, se e di që besoj jeni kurioz, si që jam edhe unë, nuk e di që ka vendos produksioni, jam tepër. Produksioni a jeni të mirë me mu kësaj rrëtë. Arta është dukat. Artën e dua shumë. Arta të duam shumë. Artën e kemi mrapa, Arta Mustafa je nona. E lexojmë. Hajde, lexojmë. Vesa ti ke përfunduar sfidën me sukses, andaj Bonita Classic të dhuron një voucher në vlerë prej 50 euro për ta shfrytzuar në rezervimin tuaj. Po më duket e ki brenda dhe kartelen Më lejo ta Vesash. shoh. Bonita Classic është një prej hoteleve që ofron 2 pishina, ka ku spa, kam nevoj për spa qëtash. Ka një pamje jashtëzakonisht të Bregdeti shqiptar, është me të vërtet. Po nisëm sonte. Shkojmë te Bonita Classic, aty edhe kemi edhe miq, edhe kolegë, edhe shok, sepse është vend atraktiv për të gjithë. Bonita më prisni, do vi shumë shpejt. Regjia po thotë spelqojnë ashtë ndritin edhe pak. Pse mëre, po unë ikim vikend. Une pimar me njëherë i bëni qatë dëni. Por Vesa, nuk marojnë dhuratat këtu e dashur, sepse e kemi edhe një dhurat tjetër, me qënë se ti u dhe tonë jashtëzakonisht. Smartest SIM të dhuron një pako për një muaj, ku do që shkon në Evropë, Balkan, SBA, whatever, ku do që udhton nga Smartest SIM. Faleminderit shumë. E tash keni bo shumë mirë se për një me e përdori shumë. Apo? Po, sa shkoj. Smartest SIM nuk e shon njëherë, instalon, e skenon shumë letë në celular. Pastaj ke paku të ndryshme që mund është me zgjedh për Evropë, për Balkan, sidomos tash diaspora që vinë, duhet